Mirë se erdhët peshqi të dashur në Letra Trofejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur, kam hapur në një formë tjetër letrat që i kam ndarë në dëshuri dhe partneritet, punë, para, stabilitet dhe rezultati. Dhe në pika të shkurtra absolutisht se këtu mund të flas 2 ditë për këto, por që ato çfarë janë me rëndësi dua ti të gjoni me vëmendje. Në dashuri kërkon qetësi dhe stabilitet. Është diçka që nuk po lë rahat, nuk po shkon siç duhet. Ka potencial për diçka serioze, por vetëm nëse ruhet një lloj balance, ose po jep dikush më shumë, ose po vepron dikush më shumë, ose po bën njëri më shumë se tjetri. Që mund të jetë shumë gjëra, drama, do siguri jo drama, do ritëm të ngadalë dhe jo nxitim, do ndëshmëri nga fillimi. Kjo lidhje ecën kur të dyja japin njësoj. Absolutisht. Nëse dikush e tepron, nëse mungon, ja këtu prishet ekuilibri. Pra, diçka reale, diçka të drejtë, diçka të sinqertë dhe në 2 kahje. Punë dhe para. Gjeni një periudhë goxha të lodhshme të quaj, apo pritje të dashur peshqi, po jep shumë, po mendon shumë, po rezultatet janë duke vënuar. Dhe kjo të bën të ndihesh i bllokuar, mban përgjegjësi që s'janë gjitha tuat, stresi po të rëndon mendërisht. Këtu je duke bërë diçka më shumë, nuk po paguash atë sa po bën. Po merr barrën e shumë kujt aty dhe nuk po të vlerësohet, apo gjëra të ndryshme që nuk po vlerësohesh. Nëse nuk thua gjë, ta rregullosh, nëse nuk kërkon ndihmë, ta rregullosh këtë barrë, nuk fiton të dashur peshqi duke duruar e heshtur. Duhet dëgjohet zëri i juaj. Shpeshherë e kemi në kulturë, ndoshta që mendojmë kur vemi të kërkojmë diçka duhet bërtasim, të shajmë, të ofendojmë, jo. Është e drejtë e jona të paguhemi apo të vlerësohemi për atë që bëjmë. Apo s'është ashtu. Dhe mënyrën si e thua ka shumë rëndësi. E thua me një lloj, ta them, diplomacie të bukur, që ta vendosësh, t'ja tregosh vendin bukur, pa e rrahur, pa e ngritur zërin, duke treguar vlerat dhe atë çfarë meriton. Apo afrohesh drejt asaj që do, apo rezultati gjithë kësaj. Po, shumë afër në fakt të dashur peshqi. Prandaj, në çfarëdo që është ka të bëj ky lexim i juaj, ngrite zërin në kuptimin e asaj mos bërtit, dëgjohu, shikohu, mos të fshihemi, se në gjëra do ndryshojnë vetvetiu, mos të presim që dikush na vlerësoj dhe të thotë, ti e meriton, kaq i ke, jo. Do dëshiroja të dëgjonit intuitën të dashur, se kam këtu dhe jo frikën, çfarë do më thonë nëse kërkoj më shumë pagë. Po ja fus tani kështu sa për të marrë një shembull, që mund të jetë për shumë gjëra tjera. Praktikisht një ide e re po ndizet. E ndjen që je në drejtimin e duhur, do ta ndjesh. Suksesi vjen kur absolutisht i beson vetes, që thash ulesh dhe me diplomaci, me urtësi, kërkon atë çfarë të takon. Kur vepron të dashur peshqi nga bindja e brendshme, kur di që vlen, rezultati shihet dhe vlerësohet. Pra, në dashuri duke kërkuar qetësi dhe barazi, edhe nëse si në lidhje, o këtë, ashtu e shikoj, në punë mos e mbaj gjithçka vetëm. Kërko, pretendo. Në jetë beson ndjesinë tënde. Kjo të çon drejt suksesit. Besoj intuitës tënde, nga që një nga shenjat më së shumti që ka intuitën e zhvilluar janë peshqit.
dhe përdoreni të dashur, nga që mund të skanoni situatat për të paraprirë ndonjë të keqe apo për të paraprirë për të bërë akoma më të mirë.